Në kuadër të binjakëzimit të shkollave të mesme profesionale Rakip Kryeziu dhe Pirot në Serbi, një përfaqësi e tyre ndodhet në një vizitë disa ditore në Fier. Ky program është pjesë e projektit RYCO Super School me shumë donator, në fokus të cilit është krijimi mundësive për të rinj që të përfshihen në aktivitete që ndërtojnë mirëkuptim dhe pajtim të ndërsjellët në fushat qytetare, arsimore, sportive dhe kulturore. Koordinatori i projektit Mirush Zotaj theksoi se RYCO është një organizat OJF ndërqeveritare që drejton dhe promovon bashkëpunimin rajonal dhe ndërkulturor të rinjve ndërmjet 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Është një program i cili fokusohet në ndërtimin e paqes, në mirëkuptimin dhe shkëmbimet kulturore midis vendeve të Ballkanit Perëndimor, për të cilat kemi pasur mundësinë dhe jemi shpallur fituesë në këtë projekt. Binjakëzimi ka elemente shumë interesant përveç se njohjes ose të mësuarit në mënyrë jo formale midis aktiviteteve që zhvillohen në kuadër të projektit, në aspektin e diskriminimit, në aspektin e gjenderit, gjinisë, në aspektin e bullizimit, por që edhe në elementet kulturore, zbulimin e kulturave të dy vendeve, siç kemi zbuluar kur ishim në periudhën e shkurtit në Pirot. Ndërkohë, koordinatorja sërbe e projektit, Dushica Golubovic, teksa shprehet e emocionuar nga vizita e parë në Shqipëri dhe në Fier, pohon se projekti në fjalë promovon dialogun ndërkulturor përmes aktiviteteve mbi barazinë gjinore, empatinë, ekologjinë dhe njohjen e kulturave dhe traditës. We are 2 days here and since then we saw a lot of things and we like the mosque, we like the center of the city, we like the school. The school is so modern. You should be proud of your schools here. Kemi 2 ditë në Shqipëri dhe më ka pëlqyer shumë xhamia, kisha, qendra e qytetit, sidomos shkolla është shumë moderne dhe është shumë e bukur në krahasim me shkollën tonë. Ky shkëmbim eksperjencash ndërmjet 2 shkollave të njohura profesionale synon inkurajimin e bashkëpunimit reciprok dhe lidhje të qëndrueshme midis të rinjve të 2 komuniteteve bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Ministria Federale Gjermane për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik.